politik. Po sigurisht që është kurth politik. 4% që me që pohim këtu është pragu elektoral mi madh historik që ka pas Shqipëria nga zgjedhjet e para të lira në këtë vend në prill. Nuk e ka parë, ka qenë 2.5, 3 ka variuar. Po këtu çështja është parimore, se ne s'ka qenë ju më lejeni të marroj tani s'ka qenë oral. Se po e thua gabim. Çfarë sistemi ke pas në majoritar, ke pas proporcional, çfarë sistemi ke pas në 21-shin, ditë? Në 21-shin çfarë sistemi ke pas? Çfarë sistemi ke pas? Nuk ka qenë ashtu, e shpjegoj më vonë, nuk ka rëndësi. Po pra nuk është tani kështu, mirë ta mbaroj. Le ta përfundoj. Ndjes, një minutë. Ideja është këtu. Nuk thelbi është, nuk është çështje sistemi. Dhe fakti që opozita merret me sistemin, me listat e hapura, listat e mbyllura, tregon dhe varfërinë e ideve të opozitës. Pse? Opozita do të thotë besimi të mundi Edi Rama. Tani, më fal, po kështu është. Marrim shembullin e Hungarisë. Ndodhi vetëm pak javë më parë. Lideri i opozitës atje, me një forcë së re 2 vjeçare, nuk ul kurrë me Orbanin tavolin. Orbani ja bëri sistemin siç donte Orbani, ja uli me 2 fish numrin e deputetëve, s'kishte as deputet, fitoi zgjedhjet me 2/3 atje. Me sistemi fitoi ai atje. Tani, çështja këtu është dhe parimore, ç'do të thënë parimore? Si vendos ke këtë pragun ti 4% duke parë vetëm interesin tënd, se nuk është vetëm çfarë është tani në lojë, po filizat e tjerë të rinj që do lindin në të ardhmen. Çfarë do të thotë kjo? Pse vendos ke ti këtë pragun kështu? Prandaj nuk është thelb sistemi. Thelbi është diku tjetër. Se ti mund ta bësh sistemin më të mirë demokratik, megjithëse sistem perfekt nuk ka, siç e tha dhe juristi, dhe kjo qëndron, nuk ka sistem perfekt. Thelbi është tu. Që çfarë do sistemi të veshit dhe më demokratiku, listat e hapura të mbyllura s'ka rëndësi. Sa kohë që Edi Rama ka avantazhet që ka sot në tavolinë, nga financimi, nga ndikimi i medias, krimit, i policisë, i partisë shtet, ti nuk e mund të Edi Rama. Nuk e mund të Edi Rama. Zotrin, sa po tha përballë, donim në votën e diasporës, ja miratoi Edi Rama, siç e donin këta. 60% mori Edi Rama, më shumë në diasporë. Dakor? Ishte kështu. Po. Do bëjmë listat të hapura se kështu do marrim 71 mandate thanë. U vajtën tek 1 mandat dhe futën një zonë që nuk e di edhe vetë ajo është shkreta pse është në parlament. Nuk është çështje sistemi. Në momentin që ti përballesh me Edi Ramën, me këtë varfëri idesh, që të ndryshojmë sistemin se ai e vjedh votën e diasporës, ai ka 50% të votave. Në çfarë sistemi do të mundosh ti? Ai ka 50% të votave. E kuptoni pra, kjo është thelbi. Dhe kur diskutohen çështje të rëndësishme nuk merren fare, pelabie financimi partive politike, ka 20 komisione reformës. Po është skandal ai ligji që po miratojnë atje. Pse është skandal? Po skandal se aty për shembull pavarësisht se mund të gjenden para të pista në politik thot ligji i ri, ka vetëm gjop, nuk ka ndjekje penale. Edhe nuk jepet shpjegim një gjë shumë të thjeshtë. Partia Socialiste deklaron në KGZ 3.5 milion euro shpenzime. Po kjo është fars, ka shpenzuar 25 herë më shumë, të paktën 100 milion euro. Si do zgjidhet kjo gjë? Me sistem do të zgjidhesh këtë gjë? Po ndoshta edhe si ka shpenzuar. Nuk zgjidhet me sistem kjo gjë. Po nuk zgjidhet me sistem, pra kjo është për ta përfunduar. Për ta përfunduar. Ne nuk bëjmë pazar me Edi Ramën. Kaq e thjeshtë është. Se puna është tu. Dakor. Ta lëm në parim që duhet proporcional kombëtar me listat të hapura dhe prag 2, 3, 4%. Bëheni, çoni, bëni pazar me Edi Ramën. Çfarë do japësh Edi Ramës në këmbim ti? Po të kërkoj Rama të ulim numrin e deputetëve nga 120. E ka thënë 100 deputet, po e ka thënë. Pranosh ti këtë pazar në kthim të këtij sistemi zgjedhor? Pse është pazar ta ulësh numrin? Po tipikisht pazar pra, sepse ta mendojnë që Edi Rama do t'u japi diçka falas. Po kur ka ndodhur kjo? Pasi kur ka ndodhur që PD dhe PS bëjnë një sistem të favorizojnë zërat e ri. Që nga 2008 çfarë ka ndodhur? Më fal, çfarë ka ndodhur? Dhe më e bukur a dikush është që nga 2013 kur ka fituar Rama, çdo palë zgjedhjesh ka ndryshuar ligji zgjedhor. Dhe gjithmonë ka fituar Edi Rama. Në 2013 e kishte listë të mbyllur proporcionale rajonale, fitoi. 2017 pa koalicione tek pull e fitoi. 2021 me listë gjysmë të hapur, pra mund të thyeje Hersin, mund ta kaloje, fitoi Edi Rama prap. Në 2025 tanë 1/3 të mbyllur, se kështu e donte PD-ja dhe me votë diaspore, fitoi Edi Rama prap. Pra nuk është sistemi ai që zgjidh. Do të marrësh të garancitë e votës së lirë. Të fitosh besimin e njerëzve, të fitosh besimin ose tani ju vajtë ligji për financime politike, më fal tani. Dhe u katandisë në një zonë që nuk e di pse quhet në parlament. Ne kemi shkuar në propozime konkrete. Jeni kaq ligji për financimin e sa ju, me që morë 4% në zgjedhjet e kaluara, përjashtoni gjithë të tjerët. Si përjashtoni ju gjithë të tjerët? Pse mori 4%? Kush përjashton? Po përjashtove. E vendoset. Pse nuk thua ti mos ket prag fare? Pse nuk thua ti mos ket prag fare?
Nuk mundoheshim me vëmendje, nuk mundoheshim me vëmendje. Nëse, fare. dëgjoj, nëse një individ Qëse një individ me 13.000 vota në Shqipëri, ai ka fitu besimin e 13.000 njerëzve të bëhet më deputet të flasë për ata njerëz të tjerë. Po pse jo? Çfarë problemi ka? Po pse jo? Jo, pra ju thua 4%. Po pse është 4%? Pse është propozimi 4%? Po mirë, dakord, e propozova unë 4% dhe ta thash arsyeën pse e propozova 4%. Po çfarë arsye them o zotëri? Kush është arsyeja? Si ke marrë ti 4%? Që edhe si ke marrë 4%. Si ke marrë 4%. Nuk e llogarisun 4% çimfare më. Nuk i bëjmë llogarit me 4% se çfarë ka marrë. Unë po them që të ketë një rekordet tuaja. Unë po marr rekordet tuaja. Që në atë parlament të shkojnë njerëz votën e diasporës, doli fiasko. Doli fiasko. Ne duhet të promovojmë njerëzit e hapura, doli fiasko. Ju keni humbur besimin komplet dhe nuk merrni fitoni besimin e njerëzve. Dhe merrni me materializëm. Jeni materializëm. Ai materializëm mirë që del tek vetëm deputeta. Nuk e realizon ju flisni si dikush nuk e bën nëpërmjet sistemit. Po ti nëse nuk e kundërshton sistemin, nuk e se si ta realizosh. Tani propozime për ligjin për financimin e partive politike. Pse nuk i keni bërë te komisioni e reformës? E kemi bërë ma. Po ishte mbledhja atje nuk ishin. Kam qenë unë ma, kam një mbledhje më përpara, kam bërë si deputet dhe kam folur. Dakor, pra tani. Çfarë ndodhi te mbledhja atje, më fal. Si çfarë ndodhte mbledhja? I ke parë që sa skandalesh janë ato mbledhje? Skandal, po ne e dim se ç'a ka shkuar atje. Prandaj po e kundërshtojmë. Ç'a ditë po ne duhet të bëjmë gjë. Ne duhet të çojmë projekt ligjit atje. Si? Mbrojmë votën e diasporës më zotëri. Si ka mundësi që Edi Rama të fitojë 10% më shumë diasporës se në Shqipëri? A kërkuat ju në matë sistem që do të Edi Rama? Ne kërkuam, ne miratuam, ne 10% ka marrë Edi Rama në Greqi zotëri. 10%. Por se ai i vjedh kjo s'do të thotë që është e keqe votat diasporës. Jo, e bëri siç e doni ju. Si e bëri siç e për Zot? Kujt doni për Zot? Që i të drejtë të si doni edhe Zot siç e dëshon ne. Si e donte Çfarë lidhje ka? Nuk u bë siç e dëshi Rama, e bëri siç Një duhet. sekond. Janë të gjë vjedhja. Vetëm Janë